Çka do duhej të bënte UÇK-ja me personat që konsideroheshin si rrezik apo bashkëpunëtorë të Serbisë? A do duhej t'i ndalonte ata dhe nëse jo, me çfarë gjykate do duhej të gjykonte në këtë rast? Me gjykatën e ish Jugosllavisë? Këto kanë qenë pyetjet e gjyqtarit irlandez Gaynor në drejtim të prokurorisë së Hagës, pyetje të cilat e vendosën në një pozicion jo fort të lakmueshëm prokurorin James Patch. Ky prokuror tha se UÇK-ja, pasi nuk ka pasur një gjykat, nuk do duhet të ndalonte fare personat që konsideroheshin si rrezik. Kjo madje shkaktoi të qeshura në galerinë për publikun në dhomat e specializuara të Hagës, nga ku po lajmërohemi aktualisht. Dita e sotme këtu në Hagë ka nisur me vazhdimin e fjalës përmbyllëse të mbrojtjes së Jakub Krasniqit për 1 orë e gjys dhe më pas kanë vazhduar me pyetjet e gjyqtarëve. 3 gjyqtarët kanë pasur pyetje për prokurorin, por edhe për mbrojtjen, me qëllim që t'i sqarojnë rrethanat dhe detajet e fundit para se të mblidhen për ta marrë vendimin. Gjatë ditës së sotme këtu në Hagë kanë qëndruar familjarë të Hashim Thaqit e të Recep Selimit, pra vëllezërit e zotit Selimit dhe zotit Thaqit, dhe ata po vazhdojnë ta përcjellin procesin gjyqësor në ditët e fundit këtu në Hagë. Do të vazhdoj procesi gjyqësor edhe sot pas dite me replikat e prokurorisë dhe më pas do të vazhdoj edhe ditën e mërkurë, kur është e planifikuar që të flasin pjesëklerët e UÇK-s Hashim Thaqi, Kadri Veseli, Recep Selimi e Jakub Krasniqi. Të mërkurën pra do të përmbyllet zyrtarisht ky proces që ka nisur qysh nga nëntori i vitit 2020 me arrestimin e Thaqit dhe të tjerëve. Për të gjitha detajet vazhdoni të na lexoni e të na shikoni në të gjitha platformat e Nacionales.